ka qenë burim frymëzimi për gjithë ata njerëz që kanë ardhur nga zona të vogla, shpesh problematike, të varfra në llojin e tyre, por që janë shtruar në shembuj të jashtëzakonshëm, deri në heronj dhe kampion të vërtet. Qetësor, duhet të të fus në një botë e cila përgjatë kësaj jave, të gjithë shqiptarët i kanë mbajtur me emocione. Unë përpara disa ditësh postova në Facebook një status në cilin solla në vëmendje një ndër monologjet më të bukur të Rocky Balboas, kampioni famshëm në serialin televiziv Rocky, i cili drejtoi djalit të tij dhe i thoshte: "Djali dashur, e di që ke filluar të qahesh, se jeta është bërë e vështirë. Ke parasysh që sado i fortë që të jetë, jeta do të godas gjithmonë më fort, por ti duhet të jesh i aftë, që vetëm godasësh po mbi të gjitha të presësh goditjet dhe të ecësh përpara. Edhe ta bësh këtë gjë duke kërkuar pikërisht atë që beson se vlen. Në qoftë se vlen, kaq shko kërkoj aq. Vetëm mos ngri gishtin, thuash nuk kam arritur aty ku dua për fat të këtij, këto bëjnë vetëm frikacakët dhe ti di që nuk e frikacak." Kur e shkrova, kisha në mendje jo një personazh filmi, por një personazh të vërtet, nga një fshat i thellë i Bulqizës, në kulmin e varfërisë, erdhi dhe u bë kampion i trefisht bota. Na dëshmoj tek kontrata, çdo totjesh Ismail Keta, rikthehemi edhe një herë tek ato emocione. Shqiponja rikthehet në volet tek kontrata Ismail Keta. Mirë se erdhe Ismail. Ju përshëndes gjithëve, Mili motrës, po më falenderoj Zotin e Madh, që me latë jem një motrë e plotë dhe e lumtur, sepse shëndeti jot këtë radhë ka qenë vetëm në dorën e Zotit të Madh. Je një vllai i mrekullueshëm, të uroj ty dhe familjes tënde shëndet, lumturi dhe gjithë mirë të botës, të puth fort. Unë si vëlla të uroj gjithë të mirë të kësaj bote. Të përshëndes, shëndet të uroj. Në drejtën mendoja të kemi e prisja, ose mendoj që është gjithani. Për tivit nuk e prisja. Sa të duorën e vjerë. Faleminderit, Endri. Ashtu. Deri këtu në fillim, ha? Më duhet të them që është e kohë të brojë sepse forca e njeriut nuk tregohet te ngritja e peshës. Po ku tregohet forca e njeriut? E quaj sfidë dhe kam dëshirë gjithmonë ta tregoj me mendje. Uroj që të kem gjithmonë forcën tek mendja ta tregoj. Ka tepër emocione. A mund të riam parë që kam thënë? Ambramida! Përshëndetje të gjithëve. Në këtë mbrëmje, ku gjithçka flet për ty Ismail, donim të jemi pjesë edhe ne. Gjergji, çfarë i thuash babit i mamit? Babi e duam shumë. 2 herë kampioni Gjermanisë në Federatën IKBF. Në vitin 2007, shpallet kampion Europe në Thai Box në Federatën WMC. Mike Tyson i bardh për shkak të numrit të madh të ndeshjeve të fituara me knockout. Sonte, je për të sfiduar 3 herë kampionin e botës, Johnny Keta. Unë Emili, unë nuk i kam i buzat, se ti mi pret në gërshar. Unë jam shëngrenare që realizoj këtë takim në të formë program. Si quhet emisioni surpriza? Jeti. Unë apo ti? Në këtë rast ti do të bëjmë shumë surpriza. Dhe pati të drejt Ismail Keta, sepse ne menduam që me kontratën e kishim dëshmuar shembullin e jashtëzakonshëm Ismail Keta, por jo, na kishte rezervuar një surprizë. Dhe ishte surpriza? Atëherë, të kujtohet e Redi? Po, më kujtohet e Redi. Djali që kemi patur tek shtëpia, kemi marrë që donte të bënte kickbox. E qëni vogël. Djali vogël, në familje, që rritej pa të jatin. Po, më kujtohet shumë mirë, kam shkuar tek shtëpia disa herë, unë te shtëpia e Redit. Të kujtohet që shkove dhe e çove në palestra? Po, e kemi çuar edhe tek palestra, ka filluar stërvitje, nuk e din çfarë gjendje është. E ke ndjekur me historinë e Redit? Jo, që atëherë mendova, Redi ka kohë 3 muaj që të tregoj sa jaftësh në kickbox, kështu që duhet të kaloj të paktën 3 muaj. Nga palestra e vëllezërve Keta. Po, fillimisht kemi startuar me 3 muajt e parë. Për të parë dhe ecurinë, a ja vlen, a s'është, kështu që unë mbas 3 muaj. Ja ta kujtojmë Redin, ta kujtojmë të gjithë. Ta shohim. Disheni pak?
Redin, absolutisht që do t'i japim fjallën, dhe ne kur japim fjallën do t'a realizojmë që të bëhet një kampion vërtet kickboxing. Redin doni ne. Tu është një shkollë profesionale për kickbox. E lumtë. Se do të bëhesh kickboxer? Më pëlqen të jemi fort, se gjithë anketa, edhe Ismail tjeta. Këto janë dorezat. I gjithë ringu për Redin. Ne si staf i Fitness Box Sport Albanias i krijojmë mundësinë që Redi të stërvitet 3 muaj te ambientet e shkollës tonë. Po, tani më kujtua dhe nuk gabova të 3 muaj që i dhanë mundësi Redit për të provuar dhe për të stërvitur në pak. Ismail Keta që erdhi enkas për kontratën dhe marrjen e një titulli qytetar nderi, i rezervoi një surprizë Redit. Ishte e pa imagjinueshme për të, e pa pritur për ne. Qetësor, ti e di që shpeshherë kampion të mëdhenj, njerëz të rëndësishëm, personazhe bëhen të rëndësishëm duke nisur nga takime fatlume. Po, do të themi që Till mund të jetë dhe ai që ka ndodhur midis Ismailit dhe Redit, dhe ndoshta jemi dëshmitar të lindjes së një kampioni të madh. Ndiqeni. Mbrëma Redi, ti më njeh mu? Shumë mirë, okej. Unë Redi kam dëgjuar që ti je një djalë i mirë, edhe ke dëshirë të ushtrosh të bësh sport, të bësh sportin e bokseve. Dhe kam dëgjuar dhe për historinë tënde familjare të dhimbshme, fatkeqësisht, por ashtu si dhimbja, fatkeqësia dhe lumturia janë për njerëzit. Dhe në këtë rast, thëndi njeriu duhet të bëhet i fortë, në këtë rast ndihmon shumë sportet e boksit dhe për t'i kaluar vështirësitë. Pra ti duhet të jesh i shëndetshëm fizikisht, i fortë që ti përballosh vështirësive, dhe nëpërmjet vështirësive që ti mëson sport, bëhesh i fortë edhe në jetë. Ke dëshirë të testoj sa ke arrit që të kalojmë në klasë tjetër më të përparume? Okej. Bravo. Hop, hop, 1, 2, kick, bravo, okej, hop, 2, hop, boom, hop, kick, bravo, okej, hop, 2, hop, boom, 2 herë, boom, 2 herë, boom, boom, bravo, tire, primarje, okej, bravo, hop, okej, 3, bravo, 3, hop, bravo, okej, hop, 3, hop, kick, bravo, okej, hop, hop, bravo, 2 hop, bravo, 3 hop, bravo, hop, 3 hop, okej. Redi, ti qenë me të vërtet talent, por duhet dish një diçka, si në sport ashtu edhe një jetë. Njeriu me talent mund të jetojë, por jo të mbijetojë. Sportet e boksit mund të thyet hunda, po nuk që i vëmendshëm, po nuk punove. Okej? Unë do të flas me profesor Faridin, që ti të kalosh në klasë tjetër, edhe ashtu si që ke bo ti për 3 javë, që ke bo me të vërtet një hap shumë të mirë, shumë të madhë në sport, duke që unë kur të vi herën tjetër nga Gjermania, shikoj që ti ke arrit edhe më shumë. Do më japish dorën që ti do jesh shembull? Okej.
Forca Redi, forca! Forca më betë që ti jashtëzakonisht shumë për Redin që pas ka ecur brenda 3 javë. Ismaili ka pohuar, ka talent jashtëzakonshëm. Mund jemi me stofin e një kampioni. Redi siguroi kalimin në një grup tjetër më të avancuar. Por ka dhe një surprizë fundit Redi. E di që je duke na ndjekur. Dhe këtë porosinë e ka lënë Ismaili, i cili do të rikthehet përsëri në qershor. Trajnimi do të jetë falas. Në rast se rezultatet do të vijojnë të jenë të tilla. Urime Redi dhe shpresojmë shumë shpejt. Nuk mund ta imagjinoje ditën e parë kur erdhe në këtë studio. Dhe shumë shpejt shpresojmë ta shohim në një ring të vërtet ku të jetë duke bërë ndeshjet e tij të para. Të para duke patur një shembull si Ismail Keta. Historia e rrallë e cilit jo vetëm na ka frymëzuar, por ka treguar që nëse beson, punon fort dhe shikon përpara, ke një shënjesë të qartë, pengesat nuk ekzistojnë. Kjo është historia e Redit. Do kalojmë në një tjetër histori. Se jo. Sepse lloji surprizave që ne realizojmë këtu janë nga më të ndryshmet, nga më të paimagjinueshmet, më thjeshta natyrisht. Shumë nga ata që na shohin nga ekrani e ëndërrojnë botën e televizionit, por do të hysh brenda saj për të kuptuar vështirësinë, me çfarë ke të bësh, sa fuqi ke të rezistosh, si tha Ismail Keta, të jetosh dhe të mbjetosh brenda kësaj bote. Ju kujtoj historinë e Elisavës, që donte të ishte një nga ne. Më pëlqen prezantimi. Në Agon Channel, për fat duke qenë 2 kanale së bashku, Agon Channel për Shqipërinë dhe Agon Channel për Italinë, programe ka pafund. Personazhet njohur ka pafund. Sa të duash. Duhet jetë patjetër dikush që ta orientojë dhe kësaj gjëje dhe të realizojë një surprizë të paimagjinueshme. Ajo do vi pikërisht këtu tek Bakus, ne do ngjitemi lart që ajo të mos na shohë sigurisht në mënyrë që ne ta surprizojmë, kështu që e ani me mua të shohim pozicionin strategjik që kemi zgjedhur. Tan tan tara. Ju falenderoj për shikueshmërinë. O, përshëndetje, po si jeni, si kaloni? Nga shtëpia, gjithë mirë. Po si je? Mirë. Ti besoj kishe shkruar një letër, më thanë. Po, kam shkruar një letër. Po, me shumë qef. Çfarë duhet bëjë tek ajo letra? Doja të shpreha ëndrrën time më të madhe, prezantimin. Okej, atëherë ti mund ta marrësh këtë sepse surpriza. Po, shumë interesante. Si ka përqeu, shumë nga? Si ka përqeu, nuk mund të imagjinonte dot Elisava përpara një jave kur na shkroi, se do të vinte në një nga programet më të ndjekura si Agon Land dhe i të intervistonte as më shumë e as më pak, por mos e trego, pastaj le ta shohim. Dhe zemra e rejta shuron, nuk pyet mosh e as viter, në bank të shkollës nis por s'mbaron. Kemi ardhur këtu pasi sot do zhvillohet një koncert që unë personalisht mezi e kam pritur. Rona Nishliu ka sjell koncertin me motivet tona për të promovuar dhe albumin e saj më të ri. Mund ta ruash nga çdo shpërthim, kujdes, zemra jote është e vlefshme në jetën tonë. Ka qenë një eksperiencë shumë e bukur edhe mendoj që pa këta, ky projekt nuk do të kishte këtë ngjyrë që po ati sonte. Intervista jonë prezumohet që i ka ardhur fundi, po fakt nuk i ka ardhur fundi. Vazhdoni që qëndroni me Agon Land. Pse pikërisht
Miq të dashur, jemi me Rona Nishliun, këngëtaren e cila sapo ka përfunduar koncertin e saj. Rona, ju falenderoj shumë që pranuat të ndanit pak çaste nga koha juaj. Atëherë, pse pikërisht me motivet tona? Faleminderit për këtë intervistë. Faleminderit juve. Pse me motivet tona? Sepse ky album është një album konceptual i cili mbledh disa këngë të trevave të ndryshme, disa këngë shqiptare të vjetra, të trevave të ndryshme të banuara me shqiptar. Dhe me qenë se kam shfrytzuar vetëm ato ngacmimet fillestare, ato motive, domethënë bazën më të vogël, njësinë më të vogël brenda një teme muzikore, kam dashur që ta titulloj edhe albumin me këtë titull, gjithashtu edhe në sajë të këngës së vetme, origjinale, e cila mban titullin me motivet. Atëherë, sa këngë përmban ky album? Gjithsej sa këngë keni incizuar? Kam incizuar 9 këngë, ashtu si thash edhe më herët, 8 janë këngë të vjetra shqipe, disa prej tyre mund t'i njeni, disa mbase kanë qenë edhe surprizë në këtë koncert, do t'jenë surprizë në album, edhe një këngë tjetër që është origjinale. Atëherë, unë ndoqa të gjithë koncertin dhe i pash të gjitha këngët e juaja, në të vërtetë ishin shumë të spikatura, sidomos për publikun shqiptar dhe gjë që më bëri më shumë përshtypje ishin rrymat e përdorura. Atëherë, mund na shpjegoni pak pse pikërisht këto lloj rrymash dhe a do t'i vazhdoni? Jeni gatshme që edhe pas këtij albumi t'i vazhdoni përsëri këto lloj rrymash? Kjo punë është një punë në kontinuitet, është një punë që ka nisë në vitin 2011, pa diskutim që muzika shqiptare ka ndikuar jashtëzakonisht shumë në formimin tim si artiste, edhe gjithë secili prej nesh ka marrë shumë nga muzika jonë e bukur, ajo që është përcjell brez pas brezi, gjenerat pas gjenerate, dhe duke qenë se tek unë si artiste kanë ndikuar edhe disa rryma të tjera, siç është ajo jazz ose muzika soul, kam menduar që këngëve ose motiveve të këngëve tona të bukura t'ju jap edhe frymën time, t'ju jap ndikimet e mia, ato që kanë ndikuar në formimin tim. Gjithashtu kam qenë shumë e hapur për të pranuar gjithë ato që kanë ndjerë t'i ndajnë në këto materiale dhe bashkëpunëtorët e mi, instrumentistët, të cilët pa diskutim që kanë bërë një punë të mrekullueshme me trajtimin e këtyre këngëve. Kështu që kam desh t'jap nga vetja edhe nga ndikimet të cilat më kanë rritur si këngëtare. Atëherë, cilat janë disa nga këngët që mund na i përmendi që përmbajnë një pjesë tënde shpirtërore, që pikërisht të kujtojnë disa çaste ose nga fëmijëria ose nga jeta juaj personale? Për shembull, kënga Po shkon goca me korn ar, është një këngë e cila më kujton gjithmonë fëmijërinë time në qytetin tim të lindjes, ku nuk jetoj më për shkaqe politike dihet. Unë jam nga Mitrovica Veriore, në shtëpinë time. Tezja ime ka pas një kaset me këngë shumë të bukura shqipe në interpretimin e Parashqevisimakut. Unë kështu u njoha me muzikën shqiptare përmes Parashqevisimakut, edhe pastaj në sajt atyre këngëve hulumtova, gjeta versionet origjinale, kuptova kush i ka nisë, kush i ka interpretuar, kush ja ka dhënë publikut për herë të parë, edhe mund të them që kjo është një prej këngëve që ma kujton veçlinë, vallëzimin në përshpe, show programin që e kam pas para çdo mysafiri që ka ardhur në shtëpinë time, etj. Atëherë, cilët janë bashkëpunëtorët tuaj? Mund të përmendi bashkëpunëtorë që kanë ndihmuar për gjithë këtë projekt, sepse është vërtet një projekt shumë i madh. Gjithë ky album është albumi juaj i parë apo jo? Po, është albumi im i parë. Për këtë album, pa diskutim që njerëz shumë meritor janë ata të cilët i pat në skenë, Doni në piano, Nesimi në bateri dhe Kirili në kontrabas. Pa diskutim që këtë projekt e kam nisur me Gent Rushi, një pianist tjetër i cili i ka dhënë shumë këtij projekti në fillimet e veta, në sensin organizativ, kuptohet që mbështetjet e jashtëzakonshme kanë pas nga njerëzit e afërt, nga miqtë e mi, të cilët më kanë qëndruar afër dhe kanë qenë gjithmonë ndihma kryesore, më e madhe, e vazhdueshme, e pandërprerë, jo vetëm për këtë projekt, por në çdo fazë të karrierës sime. Atëherë, një pyetje si për ta mbyllur. Çfarë mendimi keni për Eurovisionin, për këngën e cila përfaqëson Shqipërinë në Eurovision të kënduar nga Elhaj Dadani, sepse dim që kënga juaj Sus ka korrur një sukses të tërë, edhe doja të dija dhe mendimin tuaj për Elhaj Dadanin.
Ajo është një artiste e konfirmuar tashmë, e cila është duar trokitur mjaft shumë, është shpërblyer, një vokal i jashtëzakonshëm, ju uroj shumë suksese. Besoj që do të jetë një prezantim shumë i denj. Unë gjithmonë kam qenë shumë e lumtur me çdo prezantim të Shqipërisë atje. Nuk është aq e lehtë sa duket edhe si marrin njerëzit, si japin njerëzit vetës një farloj të drejtë për të komentuar në format të ndryshme, është një barë shumë e rëndë, edhe mendoj që çdo përfaqësues që është përzgjedhur nga festivali i radio televizionit shqiptar ka dhënë maksimumin, performancat kanë qenë të shkëlqyeshme, janë shumë gjërat të cilat ndikojnë për më tutje, unë besoj që kësaj radhe do të dalim shumë mirë. Atëherë Rona, ju falenderoj pafund që pranuat intervistën tonë dhe ju dëshiroj sa më shumë suksese. Jam e sigurt që mbështetjen e publikut shqiptar do ta keni pa diskutim. Faleminderit. Faleminderit shumë, ishte shumë kënaqësi të bashkëbisedoja me ty. Faleminderit. Kjo ishte një intervistë jo e zakonshme. Elisava e kishte këtë përvojën e parë absolute televizive me një artiste të madhe si Rona Nishliu, krenaria e muzikës shqiptare. Dhe ishte në performancë të mrekullueshme. Elisava më pëlqeve, kishte guxim, bënte pyetje të dura, ishte e sigurt në vetvete. Ne tek surpriza e jetës kemi dhënë shumë të rinjve mundësinë të provojnë veten e tyre, kanë dëshirë. Disa prej tyre ja kanë dalë që të bëhen pjesë e këtij televizioni. Disa të tjerë kanë siguruar audicionin e parë. Dhe kemi brenda CV-së të tyre një dëshmi shumë të mirë se mund ta përdorin në çfarë lloj aplikimi. E them të sqarim sepse sa herë që ne kemi dhënë një mundësi të tillë, është keq kuptuar se kur ofrohet një mundësi punësimi nga Agon Channel. Agon Channel ka struktura të forta që funksionojnë mbi bazën e audicioneve, kalojnë të gjithë hallkat e domosdoshme për të mbritur në marrjen në punë. Natyrisht që dhe ti, Elisava, do të kesh mundësinë që me audicionet që nisin shumë shpejt, këtë njoftim ma dha dhe drejtori e kanalit Andeta Radi, Free Pass, në cilën kërkohen imazhet e ri në Agon Channel, sepse në shtator do të vim fuqishëm me Agon Channel në Shqipëri, Agon Channel në Itali, me shumë programe, ndryshime, rifreskime imazhesh. Të ftojmë të jesh pjesë e këtyre audicioneve, provën tënde e ke. Po, e ka të dokumentuar, mandi do të kaloj dhe provat e tjera. E ka dhe qetësori provën e vetë, po nuk e japim audicionin e parë të qetësorit, por shkak se nuk duam të shqetësojmë panoramën e kryeqytetit. Për mirësimi që kemi për deri tani, por shumë e vërtet edhe unë kam kaluar nëpërmjet një audicioni, kështu për të gjithë ata që mendojnë, kalon nëpërmjet një audicioni. Dhe që duan të jenë pjesë. Dhe që duan të jenë pjesë. Shtatori është momenti kur do të kenë audicione. Patjetër. Për ata të tjerët që janë keq kuptuar, edhe mendojnë se ne tek surpriza e timi një zyrë punësimi që gjithë ju asigurojmë një gjë të tillë. Ju na shkruani, ne ju japim mundësinë, kontaktet e dura, por disa ja kemi dalë mban. Madje për të kujtuar se kemi bërë punë, por jo duke realizuar një surprizë kështu. Do ta Si do kudo, u zgjuam një mëngjes dhe tham po, ti mund të punosh këtu. Jo, i kemi krijuar kontaktet, janë dhënë mundësitë, ka qenë stofi i dur për të realizuar këtë punë dhe sot ata janë të punësuar dhe ne krenohemi me këto raste. Ndiqim. Sot sorpresa është Ori. Ori, sot sorpresa jeti? Agon Channel è una grande televisione anche perché sa che per essere grandi bisogna aiutare chi ha bisogno. Abbiamo fatto tanto, faremo ancora tanto e oggi vogliamo dare una chance importante ad una brava ragazza che ha tanta volontà di collaborare con noi, che ha un problema. Stando ad Agon Channel insieme a noi quel problema si ridurrà e sarà meno importante per lei. Që nga nesër, ti do të dish të punosh në Agon Channel. Surpriza mund t'jesh ti. Shpendi! Edhe unë do mundohem t'jem dikushi. Vendosëm që Shpendi t'i japim një mundësi të bëj praktikën pranë ambienteve të qytetit. Ose dhe Shpendi dhe të interesuar për të qenë pjesë e stafit. Jam njohur me rastin e Nexhmijes ke emisioni Surpriza e tij. Do ndjesha shumë mirë sikur ajo të vinte të punonte me ne ke hoteli jon, i cili ka staf shumë mirë. Ambienti është shumë i mirë,
ram më fjalë dakord për oraret e punës e kështu. Dhe është një vend që vjen dinjitos për punon. Shpresoj që të punoj si aty pëlqejë këtyre tani. Doja të zë një vend punë guzhinjer. Ju lutem më ndihmoni. Ku është Aureli? Ku është Aureli? Ku është Aureli? Aureli. Mamaja është e smurë, ka shkruar. Prej sa kohë është vuan? Që sa më lindi mua. Atëherë unë marrë vesi se lindur me i vesk. Kur lindi mua, unë kam lindur zere se i vdekur. Ka stëtuar inkubatori. Gjatë kohës, babaj më dha jetë ka të reqë njërë gjuhën, 50 të suma jetën. Dhe ti vendos një ditë në shkruash. Shkove të këzyrat për punësimit? Dhe mrejmë ronë do bes të Big Bite, bërë një intervjist të premë dhe fillova punë. Ka filluar punë djali! Lirin mendojmë diçka të tillë që para se të jepet mundësia e punësimit të bëhet pjesë e një trajnimi që ne ofrojmë për gjithë studentët dhe profesionistët, dhe ndërkohë t'i krijojmë mundësinë e punësimit qoftë pranë shoqatës, qoftë edhe në ambiente shtëpiake apo kushte familjare për të punuar me persona që janë me problematika të ndryshme. Ilir, si ndjesh? Po, unë djem rësisht shumë i lumtur, i mirë. Dhe më falenderoj gjithashtu edhe juve, edhe profesorin. Po presim, hajde. Iliri nga te Belena, na te Belena e, le te Belenën, erdhe në Tiranë. Po. Atëherë, të kam premtuar kursin në radh parë që ti përshtatesh formulës që duhet, dhe puna më ngjan e garantuar sepse di që ti e dëshiron shumë këtë punë. Do nisësh një jetë të re në Tiranë, falë surpriza jeti. Je gati, Ilir? Ta kapësh jetën fort, për vrirësh, dakor? Po, pra. Në mos harro të ndihmosh prindrit, ëh? Jo. Përshëndetje për punën e madhe që po bëni për çdo qytetar, Zoti ju bekoft. Ëndra ime është të punoj dhe të shërbej vendit tim. Si polic, kam punuar 6 vjet ushtarak dhe tani jam pa punë. Janë të dy të pa punë, janë të dy të sëmurë. Prandaj një motor, nuk kam në shpik. Bashkë kam mbaruar studimet për infirmeri, i mbaroj vjet edhe pa punë. Vetëm unë jam krau punës. Me kërkesën e stafit të Agon Channel dhe konkretisht emisioni Surpriza e Ti, kanë vendosur që t'i bëjnë një surprizë Sergejt. Faleminderit. Sergej, punë të mbarë! Shumë faleminderit për jush. Sergej është pjesë tashmë e kësaj skuadre të rëndësishme. Sergej, jemi më të qetë, kur e dim që ti jem punë. E ke bërë këtë gjë në frontin e luftës, jo më në frontin e paqes. Shumë faleminderit për jush. Këto ishin rastet e punësimit që jam bërë, nuk jam pak në fakt, se sot nuk është dhe aq e thjeshtë me gjetë një punë. Dhe do të rikthehemi për të parë si shkon puna e tyre. Ne garantojmë të gjë më pas, natyrisht janë shpatullat, muskujt, inteligjenca e tyre për të përballuar këtë punë të ofruar. Qetësor, do të kalojmë në një histori, nga ato historitë të cilat ne na i sjell e kush tjetër veç atij. Mos është ai Dash Kaloç. Po. Dua një dorë rokitje për Dash Kaloçin shumë mirë. Njeriu në arkivave. Do të jetë para viteve 90. Kjo është një karakteristikë e tij. Ti thua para viteve 90, unë po të them është plot 49 vjeçare, pra gjysmë shekulli më parë. Kthehemi gjysmë shekulli më parë kur qetësori ishte 20 vjeç. Dhe aq i bie mesatarisht. Kthehemi 49 vite më parë. Në atë kohë do të ndodhte një ngjarje shumë e madhe, shumë e rëndësishme, e cila më pas do të jetësojë në një pelikul. Pjetër Lesh Doda, fillurojtës, njeri cili mbante familjen, u bë hero. U bë hero sepse pikërisht në natën e ndrimit viteve, për shkak të mungesës së komunikimit midis zonës së Kukësit dhe gjithë pjesës tjetër të Shqipërisë, sidomos Tiranës, ju desh të dilte në krye të detyrës. Dhe një të ftohtë në një stuhi e cila edhe të moshuarit kujtojnë, nuk mbaj mend në ato anë. Por Pjetër Lesh Doda do të ngrinte pikërisht në një nga shtyllat e telegrafës, duke shndruar në një hero, por duke prodhuar më pas edhe një histori që unë dhe ti qetësor, që jemi më të vegjël, e mbaj mend kushtu, në fakt to janë pamjet, nuk është i tjetër vetë se filmi Rrugë të Bardha, historia e dedës. Ded,
Deda është Pjetër Lesh Doda. Një film me skenar të Vath Koreshit, me regji të Viktor Gjikës. Natyrisht që në kujtesën tonë ka mbetur shumë batuta të ati filmi, qetësor po të rithej ty dhe teleshikuesit, vetëm në disa prej batutave se si ne mbaj mend dedën tek rrugë të bardha. E shohim. Alo, ti Zana je? Si je? Unë kujtova se do kishe ikur. Do kisha ikur? Po pse? Ora është 2:10, ti sa i ke? Zama, e di si është puna. Nga ta ditë, ke 6 ditë që ke ikur. U zemërove kështu ti? Alo, Ded! Urdhëro. Po që bëri që s'ndjesh? Këtu jam. Tash të mos ke rënë nga shtylla. Do vetë të shkojt në Rojmë, nuk e keni lënë shkoni në kinema? Kinema? Mo qish kjo pike e zezë kështu? Bak kinema e sot? Pajde me mua. Është se që është një njeri që thyen Arra, kush është? Deda. Unë bëj ndonjë punë tjetër. Jo. Ja pas pak erdhën. Është se që është një njeri që prit ka e merr vesh veti, ke dera kinemas, kush është? Deda. Tani erdhe? Ja s'ka pak. Edhe rrobat nuk i kam ndrruar. Puna madhe, ti duke shumë mirë kështu. Ai kostumi do vjo pet tregon pak kuriza. Vezani thot që duke modern. Modern. Tani na shkruaj pare. Një gazetar më ka thënë se linja telefonike i afron shumë njerëz. Mirë, pra shifemi nesër, natën e mirë. Natën e mirë. Si çdo t'jap. Natën e mirë. Është se shna është një tjetër që i afrohet edhe shkon e takohet me të. Alo, me gabinën numër 3. Kush është? Zana. Nëse dënohet ai njeri që nuk u hapet shokve. Me varje. Ta varim. O, pas kisha pasur gjak në hëmbë dhe i që më shëndosh këtua. Janë disa pjesë nga filmi Rrugë të Bardha. Qetësor ti kështu mban mend filmin. Është se ç'është një qetësor që rrit tek dera, agon çemëll, kush është? Por qetësor, unë sot do të them diçka që kam mësuar vetëm pasi dashi ma tregoj këtë histori. Po. Pjetër Lesh Doda ekziston, pra Deda ka ekzistuar në të vërtetë. Si personazh bazuar në histori të vërtetë. Por kjo pjesë e parë e filmit nuk është e vërtetë. Është një trill artistik që do të thotë Zana nuk ekzistonte si ajo vajza që punonte në central dhe me cilën Deda kishte rënë në dashuri. Në të vërtetë ekzistonte Liza, bashortja e Pjetër Lesh Dodës, e cila rriste 5 fëmijë. Pjetër ishte i vetmi që siguronte bukën e familjes si Fillrojtës, 46 vjeçar në atë kohë, ndërsa Liza 29. Nuk ishte as shok që bënin shaka tek dera e kinemas. Ishte një jetë vështirë në mes të varfërisë. Në një punë të vështirë, e cila askush nuk mund ta imagjinonte që natën e fundit të vitit 1966 do të rëndiste familjen. Kjo histori është treguar kështu në film. Dashi më shpjegoi kur e pyeta qetësor që siç ndodhte atëherë me propagandën e realizmit socialist, është nevojshme të ndërtojë një trill artistik. Personazhe të tjerë? Por jo, ne sot do t'tregojmë historinë e vërtetë. Arsyen do t'ta them vetëm fund. Do të ulesh? Ulu se nuk dua të më lodhesh. Atëherë qetësor. Pjetri dhe Liza kishin 5 fëmijë. Janë të shoh nëse i mbaj mend. Pashka, Zefi, Marku, Mrika dhe Leshi. Në mëngjesin e 31 dhjetorit të vitit 1966 vjen një informacion, ndërpritet linja telefonike e cila lidhte të gjithë zonën e Kukësit me Tiranën. Tani ti imagjino, kishte nisur një dimër i llahtarshëm. Nuk mbaj mend ajo stuhi, dëbor deri në lartësinë 2 metra. Pjetri niset. Niset sepse komunikimi ishte shumë i rëndësishëm. Imagjino një zonë e rrethuar e izoluar, çdo alarm për jetën e gjithkujt duhet kalonte nëpërmjet këtyre linjave. Nevojë për ndihmë humanitare? Patjetër, atëherë Pjetri merr me vete të gjithë pajisjet që i duheshit, merr kambalet, merr mushaman, merr aparatin telefonik, këmbalecët, gjithçka që i duhej.
Për të nisur, dhe ke parasysh janë linjat që lidhin zonën e Fanit me tunelin e thirrë Kalimashit, në fakt ku sot kalon rruga e famshme, rruga e Kombit, por që në atë kohë ishte në një relief të jashtëzakonshëm. Liza kishte gatuar, kishte bërë gjithçka gati, sepse ishte nata e ndrimit të viteve në varfërinë e tyre, por në pasurinë e një familje me njerëz të mirë. Pietri thotë, dëgjoj Liz, unë do të them, edhe nëse nuk kthehem, ju vazhdoni hani darkën e vitit të ri, sepse do të kemi mundësi të ulemi të nesërmen. Në këtë premtim, natyrisht është edhe ndikimi fort i atij djalit prej Veriu, i cili patjetër e mban premtimin e tij, dhe e dyta sepse duhej zgjidhur rregullimi i linjës, ai ishte fillërojtësi i vetëm i zonës. Orët kalojnë, Lizës i dridhet zemra, sepse merr vesh që pas 10 orësh nga largimi i Pietrit, vjen linja telefonike, por nuk vjen Pietri. Atë Liza fillon të lutet brenda vetes, o do Zoti, është mirë, asnjë informacion për Pietrin, ndërkohë që zërat kumbonin për të dhënë informacione domosdoshme fal punës që kishte bërë Pietri. Kalon një ditë, 2 ditë, 3 ditë, kishte hyrë vitin 1967, asnjë informacion. Çuditërisht në atë kohë, kur një njeri zhdukej nga qarkullimi për një periudhë kohë, gjithmonë qarkullonte një si mit, me siguri do të jetë arratisur. Edhe në atë kohë, filloi në fshat, në domgjon, po, të përshpëritej, me siguri Pietri duhet ketë ikur, të jetë arratisur në Jugosllavi. Nga njëra anë Liza ndjeu keqardhje, por nga ana tjetër ndjej lehtësuar, të paktën është gjallë, të paktën është mirë, të paktën do të shoh fëmijët e tij. Çfarë kishte ndodhur ndërkohë? Pietri në mes të stohisë ishte ngrirë, e kishte mbuluar dëbora, dhe vetëm pas 5 javësh, në shkurt të 1967-s, ai do të gjendej në Kolsh, nga një fshatarja asaj zone, trupi i tij nuk ishte dëmtuar fare. Atëherë në shtëpinë e Lizës vinë dhe i tregojnë, Pietri është gjendur, por nuk jeton më. Dhimbja e Lizës është e jashtëzakonshme, vetëm 29 vjeçare me 5 fëmijë për të rritur, kur rroga e vetme që vinte në familje ishte ajo e Pietrit. Gjithsesi shteti mobilizohet dhe i vjen në ndihmë Lizës. Shtëpia rregullohet, vijnë mobiljet, sigurohet lidhet dhe një pension, shpallet Pietri heroi punës socialiste dhe sistemi gjithsesi në atë kohë qetësore njohu mundimin e kësaj familje dhe u gjen në krah, por me edukimin e fëmijëve do duhet merrej Liza. Kalojnë vitet dhe diku në vitin 1973, Liza si vjen një informacion, po përgatitet një film për Pietër dhe Dotën. Dhe ky është filmi Rrugë të Bardha. Liza niset e vetme për të parë filmin. Kishin kaluar vite, plaga nuk ishte mbyllur ende. Liza e pa, rikujtoi dhimbjen e saj, nuk derdhi lot çuditërisht, ndoshta sepse i kishte shtëruar. Pavarësisht se vuri re që në këtë film, historia nuk i përgjigjej Pietrit saj. Ajo nuk ishte zana. Pietri nuk ishte pasur edhe ngjarje roz në jetën e tij, themi ashtu siç u përshkruan në film, por nuk foli. E rëndësishme ishte që kujtimi i Pietrit saj ishte jetësuar tashmë në një pelikull. U kthye në shtëpi dhe nuk i tha asgjë fëmijëve. Fëmijët do të shikonin filmin për herë të parë në vitin 1977. Çfarë ka ndodhur që nga ajo kohë me atë familje? Liza është sonte në studio dhe së bashku me 8 fëmijët e saj. Eja Liza, eja me mua. Kujdes Liza, ija mirë se na erdhe. Eja. Në mbrëma? Mirë se erdhët. Ejani, shoqëroni në nëntuaj. Ejani. Liza, mirë se na erdhe. Mbash fort mirë për 85 vitet e tua. Eja, ullu. Dhe unë duaj që të gjithë ju të prezantoheni me radhë. Atëherë, unë po marr një mikrofon tjetër. Zonja Liza, mirë se erdhët. Mirë se u zgjem. Është kënaqësi për ne që jeni këtu. Falenderoj gjithë. Po ndoshta e mbaj unë mikrofonin, në? E mbaj unë, s'ka gjë. Ju falenderoj gjithë, punojësit përgjithësi, edhe shtetin, të atjerës, edhe të tokës. Liza, e ke syt me lot? Po. Po emocionove? Liza, ti prezentojmë edhe të ftuarit e mbrëmjes. Unë jam quni i madhë, quhem Zefi. Zefi? Jam djali dytë, me fjalë. Po? Edhe nga fëmijët jam po i mesëm si nga vajzat djenë. Atëherë do t'jesh Marko? Marko. Zonja? Unë jam nusja e Zefit, Mira. Nusja e Zefit, Mira.
Vim nga anën tjetër. Unë jam vajza e madhe e Pjetrit. Po? Atëherë isha pambushur 10 vjeç në klasën e 4, kur ndodhi ishte e pabesueshme. Filmi faktikisht i gjë është e vërtetë që ai vdiq. Megjithatë, në krye të detyrës, megjithatë ne u rritëm, punum, unë marrova shkollën e mesme, sot jam mësuese në Shijak në Durrës. Jeta e vështirë ka qenë, shumë e vështirë ka qenë, por prapë në gjithë punum jetuam. Po këto sy të bukur nga Liza janë marrë apo nga Pietri? Ju falenderoj shumë. Mirë se erdhe. Mirë se erdhe dhesh. Në fakt mungon një motor? Kush mungon? Binjakja? Ku është Binjakja? Ishte smur. Është smur, është smur. Lesh, këtu në qendër. Atëherë, qetësor. Po, Sonila, po është histori e vërtet Rrugë të Bardha, se mendoj, është e vërtet. Pjetër Lesh do ta ka ekzistuar, është bashortja e tij. Kur e pe filmin për herë të parë, Liza, si u ndjeve kur pe filmin Rrugë të Bardha? Ja, të të ndihmoj unë. Të të ndihmoj unë ta mbaj unë mikrofonin? Po, filmin, unë vesh kishëm shumë mërzëji se nuk përrejsh fëmin. Se ishëm një mosh e re. Shumë e re. Nim pak kishëm vetëm për i shtetit, se për i qirëve nuk kishëm. Prind nuk kam pas, se më kanë pa dek, edhe kam pas vetëm burin e burim dish. Konetit në veti kanë qënë për të damë, edhe nuk priqëm në i nimë madhe për i tinë, se kishën halët e vetët të cëli. Ishna në fshatë, koha ma në të kesh shumë a që ke ishna na, për dimën. Për verë ishtë merë, po. Po, ja dole, Liza, ja dole. Ja dole, shisa janë bërë fëmija tani kur ishe, Janë martuare, janë bërë me fëmija. Janë gjithë me fëmija. Ja dole, pas ke shën e fort dhe ti. Nuk pas ka shën e fort vetëm Pietri, pas ke shën e fort dhe ti. Me madhin e kam pas të ecë për 10 vjetë, si kam to. Për 5 qëtë të madhin që që, për po mjen Hermani, për karakterë. Po, për karakterë kush i ka në gjerë më shumë? Për karakterë, Gjali Madh. Apo Djali Madh. E Gjalit Madh. Liza? Unë kam thënë vetëm 20 vjetë tjetëj. Po? Që të bëj më të voklin 20 vjesh. Unë jetë më po dhje pache dhe më të gjatë jetën më Liz. Këtë dhe të sa jam ta. Pache dhe më të gjatë jetën. Me qënë se jemi të dasma. Kush martohej? Marko martohej. Martohesh e ti, dasme madhe. Edhe ftone, do të kemi dhe pamjet, nuk e di, më ndimoni pak, me pamjet e dasmës, ku ka qenë i ftuar dhe aktori Madri Kalari, e di që shoqëroi edhe nga një gazetar shumë i mirë, më pas një shkrimtar i madh, si Teodor Keko, dhe u shkruajt, edhe në gazetat e kohës, u shkruajt për të dasëm. Këto janë momentet e dasmës. Ja dhe Rikard Lara, i kishit ftuar aktorët e filmit? Kë kishit ftuar? Po mirë, Zana, si të dukej në film, Oliz? Zana ishte një punëtore, pa jo... Tesh nuk ka pas qitër me bon. Jo, mirë. Ti nuk se ka pas ta qenjë... Po mirë, Liza, unë me gjdi... Liza, me gjdi, më pas ti ke punuar si centraliste. Dërë në vitin 1984. Pra, le të themi që Zana, paka shumë ishe dhe ti. Në film, Zana në film. Jo, nuk ishëm Zana, Zana ishte për në kokës. Dakor, po, dashuria e Pietri ti ishe, kështu që duam apo nuk duam, në gjanë pak me Zanën. Ishëm unë, ja. Ishe ti, nuk ka tjetër, jo, nuk ka tjetër, dakor. Me qëra fjalla, Zana ishte ftuar në dasëm apo? Jo, nuk e ftuar. Liza nuk donë të që të ftoj, jo? Ta Liza në arsi mënyrë Zana. Me gjdi unë, cilë nga nuset më pas ka qënë centraliste ke vazhduar, pas Lizës? Pas Lizës. Po, dhe di që keni dhe dasëm prapë. Kush martohet më i Lizë? Kur? Po, pas sa kosh do të martohet, kush martohet? Martohet në një nip? Qunin e madhe ta... Si quet? Artan. Artani, të trashëgohesh. Je me gjithë të zgjedhurën tonë, ne?
I ngjan Pietrit Artani do pak, marrë nga Pietri. I ngjan. Po nusen si e kaj, ka të mirë. Po, shumë. Derisa doj... Në rregull është, po, dakord jam unë. Po mirë. Liza, do t'i ftoni sërish aktorët, Rikard Ljarja, do t'i ftosh Liza Ndasëm? Po mora i ftonaj se... Ha? A i gëtë njofëm, se unë tërës të i kanë mo. Se Eliz, po, edhe ti e pjesë e filmit në një mënyrë ose një tjetër. Madje Liza duhet ullet në bashkë të vendit do jeshe ullur Ndasëm, apo jo? Do jetë ullur në krye të vendit. Dhe në qoftë se ftoni Rikardin, edhe ai duhet jetë në krye të vendit sepse përfaqëson Pietrin gjithsesi në kujtesën e shqiptarëve. Po Zanën ta ftojmë, Liza? Zanën nuk e di ku është. Nuk e di ku është? Jo. Pa të havet bjerë ajo derë, të havet ajo derë dhe shojmë pak. Elida Tangonji dhe surpriza ju ti. Mirë se erdhe ta. Liza, shie pak. Ajnje. është Zana. Takimi I parë mes Zanës së Dedës dhe Lizës së Pietrit. Elida Tangonji, aktore e njohur në 5 filma, ndërkohë një mjeke e nderuar e dashur Elid. Qetësori, Ferunaj. Nuk e di ku është ta Liza, Zana. Ku je Zan? S'ka dash në gjej, se këtu kam qenë. Liza, këtu ka qenë Liza. Dalim të dashur Elid. Kjo është familja, ti nuk e njeh. Jo, është era parë që I shikoj dhe jam shumë I kënaqur që I njofta. Janë të gjithë fëmijët? Gëzohem që jo të 5. 5 fëmijët, mungon vetëm motra e vogël, Binjakja, janë të gjithë tu, është nusja e Markut, janë të gjithë e Zefit, më fal, kush I ngjan te Pietrit? Në fakt ka një shpesh bëhen këto konfuzionet në raport me atë që luan filmin, me erojin kryesor, me domethënë siç kanë zëvendësuar këto Rikardin atë ditë kur është martuar dikush njëri nga juve që e keni thirrur me pashë. Kështu që normali ishte që të mos isha unë. Nuk ka dashur Liza. Zanën mos ma sillni këtu, ka thënë nuk dua të. Normale, sepse ai I mbushi një vend që ishte bosh, ndërsa Liza, do ta ftojmë Zanën në dasëm. I kishte vënë shpatullat familjes. Do ta ftojmë Zanën. Tani po nuk më prish punë. Elid, në kohën kur realizoi filmi, ishën keni fakti që bëj për një personazh real. Po. Kishte dëgjuar historinë. Kishte dëgjuar historinë, kisha dëgjuar historinë nga skenaristi, nga Vat Koresh. Ky ishte nuk ka as për këta as për mua. Kush? Tani s'është, por gjithsesi në kujtimet e shqiptarëve që e kanë parë këtë film, ka mbetur jo vetëm Zana, por natyrisht Elida Tangonji. Ky ishte filmi I parë, Elida për ty? Filmi I parë. Si u përzgjodhe? Rastësisht fare, ato po kërkonin një vajzë që të luante këtë film, provuan disa, ndërto isha dhe unë. Më zgjodhen mua se duket. Sa pak një Ded ka ndryshuar zëri? Ded. Jo, nuk ka ndryshuar. Ded. Zana është. Ded. Ndërkohë Elid, jeta jote ti luajte në 5 filma, po më pas mori një rrjedh tjetër. Unë isha studente e fakultetit mjekësisë dhe nuk ishte se kisha ndonjë ide për të bërë aktore. Mua më pëlqente dega që kisha nisur dhe vazhdova atë. Por që filmat I bëra sepse e pa shumë markëtuese, si thuash pjesën e filma. Ti ke punuar vërtet centraliste. Si e luante rolin? Mirë e luante? Mirë, si centraliste. E ty të ka pëlqyer? Por vetëm ka pëlqyer gjithmonë. E mësova Kam ndjek edhe një emision para pak kohësh, por the edhe për filmin dhe për studimet që ndiqje. Mu për vete si artiste të shmoj shumë. Faleminderit. Je shumë e nderuar dhe respektuar. Faleminderit. Po shiko, unë gjithnjë e pash që sikur s'kishte asgjë, edhe unë mund të isha një centraliste. Mua më kisha rastisur të isha një studente e fakultetit mjekësisë, po e pash veten që mund të isha edhe një centraliste, kështu që hyra fare lehtësisht në rolin e centralistit. Dhe kur e thon këto fëmijët e Pietrit që kanë patur një ndikim shpirtëror gjatë ka ditë shumë Shumë emocion. Faleminderit. Dakor, Zef, ta bëjmë zyrtarisht ftesën. Përse? Mikrofoni vetëm pak? Unë e përshëndes Zanën, aktorin e filmit, dhe si nën të dytë. Dhe jeni e ftuar.
E ftuar në dasmën e djalit të Zefit. Marku u martua pa Shëzana. Por... Mikrofonin, të lutëm. Me qenë se unë vajza e madhe. Ja, një moment. Me qenë se unë vajza e madhe. Martoj djalin e dytë me datën 9 gusht. Nga ju, si që jeni këto kusht këtë dëshirë, unë va dërgoj ftesën. Dakor, Rita? Marku e bëri atë gabim, nuk e ftoj Zanën. Tani o të rekuperojmë, tani o të ftojmë. Ka qënë gabim i Markut, mos ja vishni Markut atë gabim. E dim, Liza! Atë vënd kishte zot që zinte. Shu që me datën 9 gusht, është... Bënda gjitha mundësive kush... Jo, unë po, asë njeri. Qecor, kjo është surpriza e ti, unë kur dashkallot që ma solli këtë histori dhe ma tregoj, u emocionova jashtëzakonisht. Emocionova me historinë e Lizës. Një grua, një heroine vërtet, bravo të qoftë, je shembull i jashtëzakonshëm, je mbi jetesës, ke rritur, ke edukuar e vetë me fëmijët. Natyrisht është dhe një kënaqësi e madhe dhe sportiviteti me cilët ju pritet këtë surprizë, Elida Cangonjën, por edhe një nderim për një zonjë të shkëlqyer si Elida, e cila më pas ju dedikua një punë të rëndësishme me fëmijët, me adoleshentët, ka qenë profesuese e Shqipërisë në Organizatën Botërore të Shëndetësisë, drejton një qendër të rëndësishme, është një krenari më vete. Kam 2 zonja, 2 heroina në llojin e tyre. Dhe surpriza e tij shërbente për këtë gjë. Elid, falenderoj me zemër që ishe pjesë e surprizës. Ndërkohë që një duartrokitje të fortë për familjen e Pjetër Lesh Dodës, bashkëshortën e tij Liza, fëmijët, niprit, ndesat, Liza i jetë të gjatë kaq. E shëndet.